Zonja zotri, si që thash do... Pa, e fillova klasën, një prapë me muzike, baj muzike, arri tuaj. Zonja zotri, si që thash do t'kishim i ftuar special sot e zotin Nart Ndoka. Nart Ndoka mirë mbroma, mirë se ardhe në emisionin Shkruajnakull. Është hera e dytë që vjen. Këtë radhë kam thirrë sepse kemi shumë që ka hera fundit që ke qenë, ka pas shumë ndryshime, shumë lëvizje. Ke dalë në opozit, kur ke qenë pushtet. Pse në pushtet isha? Ku t'i gjohë të shtetin? Ishe me pushtetin. Pse i ke për pushtetin? E para, nuk kam qenë në pushtet, që t'jemi krejtë qartë. Ishte një marrëveshje elektorale për zgjedhjet lokale. Pra, patëm një kontradikt thelbësore me Partinë Demokratike për çështjen e koalicionit. E zgjidh atë kontradikt apo vazhdon kontradikta të jetë në fuqi? Për fatin e keq, kontradikt vazhdon të jetë në fuqi, për faktin që ishte një marrëveshje e cila u mor me degorcinë e dy palëve dhe u prish në mënyrë të njëanshme nga Partia Demokratike. Si ndodh zakonisht në politikën shqiptare, bin dakord dy palë, njëra palë divorcohet. Edhe kjo ishte si institucion, po. Si institucion, divorci, në një. Të ka nëllë të divorcohesh në politikë, shpesh. Po. A është i dhimbshëm divorci në politikë? Pjesa politikës nuk është shumë e dhimbshme. Nuk është e dhimbshme. Për faktin që janë pikpamje, janë fundit interesa, që është mirë që kur ke një marrëveshje ta respektosh atë. Në momentin që njëra palë nuk e respekton, kuptohet që atëherë lind edhe problematika. Fillojnë procedurat e divorcit. Po shiko, këtë çfarë kuriozitet është, që ta di unë, ta dinë edhe teleshikuesi. Kur ka divorc mes një çifti, fillojnë këto ndarjet e dhimbshme, kemë nda pasuninë, shtëpinë, makinën kur she merr, njëri merr. Ja, në politikë nuk Politikë, si janë procedurat e divorcit? Çfarë ndani? Në politikë është shumë e thjeshtë për faktin që kodi zgjedhor ta detyron në një farë mënyrë që do të pajtohesh me dikë tjetër dhe ti përfasohesh pra me atë peshë elektorale që ke. Ta zom ke ministri. Kur divorcohesh ta hek ministrinë? Nuk është problemi deri aty për faktin që kontradiktat tona kanë qenë për zgjedhje lokale, pra nuk kanë qenë ato pjesa e interesave që ka pushteti. Kapiteti po të kishe ministri, si kishe pa këta? Jo, normalisht i kam kaluar edhe ato, kam qenë marrëveshje edhe kur kam qenë ministër, kam pas qëndrimit e mia në atë kohë që ishin qëndrimi morale, pra jam i vetmi ministër që kam votuar kundër ndryshimeve kushtetuese, kur bënte pazare Rama me Partinë Demokratike, pra Rama në atë kohë nuk kërkoi standarde që kërkohen sot, por kërkoi marrëveshje për pushtetin e tij personal, për të shëshuar ato pengesa që mund t'i delin rrugë. Kjo është e çuditshme. Era parë që dëgjohet që Rama kërkon ka kështu interesa personale. Jo, edhe fare personale për pushtetin e tij personal, edhe ka kërkuar gjithmonë pazare, s'ka kërkuar një standard për politikën shqiptare. Edhe atë kohë kam votuar kundër interesit të Ramës, kam votuar kundër pazarit edhe të PD-s, megjithëse kam qenë ministër. Edhe kjo ka i kosto, e kupton që çai bën Manjanin te ke parasysh. Ti dhe me thanë ke votu kundër, edhe kur ki dalë ke full në përmendja, kam votu kundër ndryshimeve kushtetuese. Edhe kam marrë edhe qëndrimin tim politik edhe në parlament pa e marrë kule, po duke kuptohet që këto kanë kosto dhe sanksione kur je në mazharanë. A ishe i detyruar të vërshë leje kur ishe ministër për fol? Ishte shumë e rëndësishme që njeriu ka personalitetin e vet, ka hapësirë për atë alternativë që profeson, edhe unë në si rast nuk kam marrë leje, megjithëse kam pas kryeministrin shumë më të ashpër, shumë më moralist se ky që është sot, pra që kam qenë me zotin Berisha. Atë kanë thonë që do të heqin prej ministrit, po s'morë leje? Po, jo deri aty, ke parasysh politika. Se Majanin e rru Viperia, i thojnë shkote me të rru Peria, ti e din që do më thanë? Majani i ku përleshën fakt. Edhe i herë, me të ruperja, a e di që të më thëmë? Majanin e ka ruperja. Ka ik përlesh, i thëmë ne. Bravo, ju thëni ka ik për bokër. Shkodran që është edhe kjo. Shkën përlesh deliqethon. E hoqën se ka folë për leje. Ka folë për kanabisin, ka folë për balidin, ka folë edhe për George Soros. Kjo pati problem shumë të madhë, që kjo foli pa leje në Rams, por i mori leje mecë.
Ku e dikte? Po kjo... Merret me mend, apo ke fakte, ke prova? Po këtë ashti, kjo dieta, ke pashurë lëvizjet politike janë të lezoshme. Ty të kanova herë që i vartë që tamë t'i thush, dele fol, dhe me kësë s'di gjaun, që me thonë, fol në emën tamë. Nuk i kam përdor këto skema. Qa skema është ke përdor? Për faktin kam fol vetë, në drejt për drejt, nuk i kam bë këto me semen, me tjera, ke parasysh, që se aja është parimore, njeriu del, ato që nëjme që i ka, i thotë në nëmër publike. A do të di se qa komentesh, jo qa komentesh, po, qa komentesh, qa mendimesh kanë teleshikusit, ndërkohë që ne flasim Facebook, qa kanë thënë për Nardin? Lutem, opinionet për Nardin. Aurora Jasini, kur është i madh nuk është i vogël, big up për Nardin. Milto Kule, është katolik konstant, shqiptari vërtet, pavarësisht se shumë e kanë ofenduar, është pozitiv. Përqen komenti? Po, komente interesante. Unë i vlesej komente në pozicion. Koment tjetër? Edhe atë që janë kritik, normale. E dora, të lutem Nardi, mos nga trasto mo me në ru krah. Që në opozit, se shpejt kina me marë frenet e shtetit në dorë. Asa harrova, tek dancing e ke sakatu Greten. Këta në komentet e njerëzve nga Facebooku që po në ndjekin. Për kuriozitet, të takoj të kalosh një periudhë gjatë me artista. Pra, masi kishe provu jetën me politikan, në gjirin e politikanëve, kalove në gjirin e artistave, të cili gji njëhesh ma mirë. Ishte me ngrot ishte kjo i artistave. Gjiri Grec. I artistave, më falë më burë, po nga që këtëseve me Gretën, thërë. Në përgjësi, po flasin për fenomenin, ti gjithmoni personalizën gjanat isme. Po ju mërë burti me Grete ke kësy? Kam kësy edhe me balerinë të tjera, më nuk ishte vetëm. Cilës balerinë ishte ma i ngrot? Ne folim për fenomenin. Për fenomen, atëherë jenë një më mirë mësë artistave. Qëse jenë në politikë, politika është egrë, ka përplasje, ka intriga, ka mrapa skena, është një vend që nuk është se e jeton me knasi atë pjesën. Pse në artë nuk ishte mrapa skena? Kurse në artë është tjetër, ke klim tjetër, mirë kuptim, ke humor, ke knasi, ke mirë kuptim. Janë ato intrigat e vogla, pas nuk pishin punë ato, janë... Të dukshin si limonata intrigat e artistave krahasu me intrigat e politikarve, e? Të dukshin si shumë damla ato. Si shumë damla, sigur që josh. Sigur jepshin jetë ma tepër asaj gare, asaj performance që në kena pas të dansi. Më të vërtet ishte diska për te humorit, ishte një eksperiencë që më leti, edhe në aspektin e asaj çfarë njeriu transmeton edhe tek qytetarë që gjithmonë ne na shohin si politikan me një lloj autoriteti falso, nuk bëjmë atë, nuk nojmë, nuk marrim pjesë, nuk vallëzojmë, jemi super njerëz. A u përmirësove në të kërcyme? U përmirësova shumë. Mos më thuaj që ke fillu me një këtashti salla kërcimit e kështu lokale me të kërcyme. Unë edhe te festa jote mi fel kërceva, po se kishe, jo, nuk e kishe kalu këtë përvojë. Nuk e kisha pjesën profesionale. Tashti je më profesionist. Kur bëhet përvitori tjetër televizor do bëjmë namin. Do na gjash edhe me partnerë, do kërcesh me partnerë pastaj. Partnerë balerina profesionale tashti nuk e. Tashti partnerët vetëm balerina profesioniste. Imagjinoni mos kërkoni të jeni balerina profesioniste me këtyre Nardin. Lutem, merr një patent si balerinë profesioniste, ma dhe i këceni me Nardin. Atje, po afron fushata zgjedhore. Ti ke partinë tonë, Demokristiane. Sa parti demokristiane, kristian-demokrate janë në Shqipëni? Ka një numër partish politike, shumë janë, jo vetëm demokristiane dhe për parti tjera, kjo është përsia e pluralizmit. Ja, demokristiane sa janë? Nuk e di të manë numrin, për faktin që... Nga 5? Për faktin që nuk kanë dal nga Partia Demokratiane, janë kryu, është drejta gjithësisë. Se Bushati ka partinë vetë? Mund ketë edhe Parti Demokratike, një Parti Demokratike djathtë, Partia Demokratike e punëtorëve, Partia Socialiste e vërtet, Partia Socialiste falso. Ne e thamë pjesën e partë e misionit që skandali më i madh është që babe birë nuk votojnë njëri tjetrin dhe krijojnë dy parti. Djali Kurt Kuls krijoi partinë e vet, nuk voton baben e vet. Kjo është e përsia që ka pluralizmin në një farë mënyrët.
kjo duket sikur është një pengesë, po në fundit është konkurrencë, Ismet. As nuk mendoni mu unifiku, a nuk jeni pak me u shpërnda? Po nuk është problemi që unifikimi është gjithmonë i rëndësishëm, por pjesa e unifikimit është kur për një partijet, për mungesë demokracisë, ndahen, ka përplasje, kur kryetari është autoritar, kur kryetari preshton, atëherë është normale që krijohen parti tjera. Edhe kjo të kërkon që ti ta rrezikosh qëndrimet tuaja, të përmirësosh, të kërkosh ndjesë, Pse ti mendon që nga partia jote nuk ka lind në një parti tjetër? Jo, për fatin e mirë jo, pra. Ja, unë kam prova. Mirë, prova. Unë kam prova që nga partia jote. Ti ke prova falso. Jo, prova të vërteta, nga partia jote ka lind partia emigrantave shqiptar. Peshi. Ja, s'lini nga partia ime, ja, për faktin që... Eduard Ndoca që ka qenë partinë tonë dhe ka kriju parti tjetër. Jo, Eduardi s'ka kriju parti tjetër, Eduardi ka desh me kriju 3-4 parti, i ka në menje. Partinë emigrantave. Nuk e ka kriju, ati dëgja kur deklarohet, ati dëgja kur krijohet. E ka deklaru që ti i ngatron me dashje këto koncepte. Nuk e ka kriju partinë e emigrantëve, peshin? Për fatin e kesë me fjalë, por gjithsesi e ke parasysh Eduardi ishte një prurje nga Rama, pra ishte... Në parti tonë. Ishte një prurje në politikë, në parti. Eduardi erdhi përpara se mu bë deputet, patëm një bashkëpunim me emigrimin që ai përfasonte në atë kohë, i krijuam ato hapësira dhe bashkëpunime politike, por Eduardi në momentin që u fut në parlament krijoi një lloj vizioni tjetër për politikën, u përpoq të krijojnë hapësira, përfaqësime, kandidoi edhe përballë Rams. Pra u bë një lojtar. Si kandidoi përballë Rams? Si kryetari i PS-s, shpalli si alternativë. Eduardi ka kandidu për Ti që ke shumë dop me zhvillimet. Po e kemi pas ftuar këtu në studion, Eduardin e kena pas javë për javë. Po nëse Rama pastaj miratoi një referendum, i hoqi drejtën edhe Blushit, edhe Eduardit në këtë rast, edhe Eduardi në fakt rrezikote shumë Ramen, është mos e vërtet, që mund t'ja merrte të partinë. dy piktorë ishin, a ke parasysh, kur përballen. Piktor për piktor. Eduardi mund t'ja merrte Rams, madje këtu në studio Eduardi e ka sfiduar Ramen edhe për një ndeshje basketbollit 10 minutë. Eduardi kishte te kapele, Rama s'ka kapele. Kjo është e vërtetë. Kjo është e vërtetë. Rama ka gjurë me Buffonit për kapeles. Rama s'është kaubojs. Po mirë, na tregoj gjatë ashtu. Ishe me stona ty në artisteve. Kërceve me Gretën sa kohë? Po 7 javë, besoj 7-8 7 javë. Sa rritemi a mush vendin Grecë me kalu ka partia jote? Kush ta se s'ka urrin? Ka kalu ka partia dhe thonë, do jetë një vlerë shtume edhe Greta në partinë demokratiane? Pjesë e bashkëpunimit, pra kemi venos disa bashkëpunime edhe aty ku është Greta është se Greta është PD-ja, sa rrite me glabru? Forumit e nërë, pas ishte kjo arsyeja. Ne aty dham më të mirën që 2 përfaqësues djathtës shqiptarë edhe në kërcim patëm një performancë maksimale. Edhe kjo shërbej që thënë edhe për pjesën e bashkëpunimit politik. Nuk ka kështë tendencash. Si e duroj atë, si e ka emrin ai? Alija, Robertin. Roberti është një njeri me një vizion të pa diskutueshëm, unë e vlerësoj shumë për jetë realitetit, për te kritikave që ai në fundit ishte roli i tij që të bënte edhe për kërcimin, por edhe për pjesën tonë personale. Është një njeri që ka një lloj vizionit, një lloj ekstravagancë, mund të themi. Ashtu është i lindur. E ka ai tip sepse ti veshe Slamurin me kështë thym. Nuk kishte në problem ajo Ismet, për te i kësi indëpërtimit, për faktin që aja është fantazie e një piktorit, që aja nëpërmjet artit dëshiron që thotë një fenomen. Që aja fenomen edhe për mu ishte shqetësues për politikën shqiptare, për kombin tonë. Pra ne kemi një komb ndam 4 pjesë, po vujmë, është Kosova, Macedonia, Malizi, Shqipëria, politikë problematike. Me svastiken. Politik, ashtu e gjykon, nuk ishte vepra e parë, i ka bërë vepra edhe të flamujve tjera, të veneve tjera. Pra, unë e vlerësoj në atë pjesën e tij profesionale, si ai e koncepton atë pjesë, dhe nuk ishte asnjë gjë të keqe, për faktin që edhe për mua është një shqetësim pjesa kombëtare, që këto politikanë shqiptar janë të papërgjithshëm gjithandaj si në Shqipëri, si në Kosovë, si në Maqedoni. Këto edhe e largon vetin, ti si e me ta, ti e diku tjetër? Jo që jam
e përreshtoj, por nuk kam qenë në pjesën e venimare që të ketë efekte kombëtare. Pra, gjykoj që çdo njeri ka përgjegjësinë e vet personale. Venimar për çështje kombëtare i vjen me kanë o kryeminist o president o kryetar parlamentit. Normal është është pjesa që përfaqëson kombin. Jo se jam jashtë kësaj përgjegjësie. Se ministri nuk ka pak, Problemi Mas këtyne treve ministrat vi. do ta kesh qartë për shembull që për shembull unë jam deputeti i parë në Kuvendin e Shqipërisë që kam folur për Maqedoninë me prezencën e kryetarit të parlamentit të Malizi, jo të Malizi, të Malizi. Pra erdhi kryetari i parlamentit të Malizi, edhe unë jam i vetmi deputet, gjithë ngritin të bëj furçë to përshnet, kurse unë ngrita problemet që kishin shqiptarët në Malizi. Për faktin që është detyra jonë kushtetuese për me bën një gjatë tillë. Në aspektin publik edhe... Sa vjet u bën parlament? Po jam 4 mandate. 4 mandate. Cili ka qenë parlamenti me nivelin më të ulët këto 4 mandate? Me nivelin më për tokë intelektual? Nuk mund ta cilësosh për faktin se ka një lloj parajgjykimit për hir realitetit. Ky parlament ka pas shumë kriminala, por jo se ka qenë një nivel i ulët. Këto kriminala... Tu kanë kriminala po me nivel të lartë. Jo. Po, mi falishin... Kriminala po me nivel të lartë, jo me nivel të ulët kriminala. Kishin dëshmi ndërkombëtare. Pra ti mund të jesh kriminal, po kur nuk Kur je kriminal i vogël, je pa vlerë, je i nivelit të ulët. Je të fshati. Kur je kriminal, kriminal në Itali, kriminal në Belgjik, kriminal në Gjermani, këta ishin kështu. Edhe kjo ishte një arritje këtij parlamentit, por këto e njollosën për hir realitetit klasën politika apo deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, por në realitet bazamenti i këtij parlamentit që nivel nuk është që mund të hidhet poshtë nga 7-8 apo 10-15 për këtyre personave që kanë ekzistuar gjithmonë në këtë parlamente, më shumë e më pak. Po me 15 janë më shumë se 10%. Por kësaj rralle, domethënë e përballotosën keq politikën shqiptare, edhe për fatin e keq ishte kryeministri aktual i cili e futi këtë metodik të zezë, më thënë, në politikën shqiptare, duke këtyr problematikat edhe në sytë e ndërkombëtarëve. Por kjo nuk do të thotë që në parlament me të vërtet ka deputet karrierët, deputet politikan. Ka met në një tek këtu. Andaj, janë shumicë, nuk janë në këtu. Shiko, andaj ka zona jote me hashash, si kini kënë? Mirë, nuk... Bëjë qave, ka majtë u thy? Qeveria ka punu, policia kujdeset që të ketë marrëvajtje, mos ketë konflikte mes grupeve influencave. Ka dali problemi I kontrollon herë mas herë numrin e... Ka nulli problemi madh këtë rallë, të vit. Gjithmonë, paka shumë janë marrë vesh ku kanë qarkullu lekte hashashit, janë ble shtëpia, janë baj investime, kështu. Si mjetë të smerët vesh kërkun ku shkojnë paret e hashashit? Si ka mundësi? Nuk dihet ku janë. Nuk po qarkulloj. Nëse një farë mënyrët po e marrën edhe qeverinë, që është një ekonomi informale që fotet, kujdesen të, nuk është se nuk kujdesen, ashtu mund diken fut edhe në për dyshek për momentin me i përdorë për zgjedhje. Për ngrohje. Por do dalin, erdhen zgjedhjet. Erdhen zgjedhjet, do dalin po. Do t'i nxjerrin, nuk i majnë për veti. Nuk i majnë për veti. Nert Dokën 2017 nuk do t'jetë në listë PD-s, apo do jesh në listë PD-s? Kjo është në varësi të koalicioneve të pjesëve. Nuk ka një vendimarrje politike, çdo parti politike përfaqësohet, ka kandidatët vet në gjithë territorin. Kodi zgjedhor na i dikton disa forma bashkëpunimi. Do kesh 140 kandidat? Po patjetër. Kjo është e sigurt, po punojmë madje në shumicën e këtyre çarçeve, unë i kam përcaktuar pak a shumë kandidatët cilët do të jenë. Vetë ku do kandidosh? Akoma nuk i kam vendosur përfundimisht. A menon zonë tane, anej, apo menon edhe të afrohesh të ka Tirana, me qenë se ke marrë pjesë edhe të dancing? Ju afru klanit i fije. Kjo është në varësi edhe të atyre organizimeve politike që do të kemë të partije politike, nuk përshtohet edhe pjesë e Tiranës. Mos u çudit që ajo e dancit ka krijuar një lloj mbështetjet goxha. Unë e vrej. A i lexove komente? E vrej çdo ditë gjithanej që përgëzojnë, e vlerësojnë
se në fund u thy një tabu. Është e vërtetë. Se ne kemi parasysh deputet fudulla, cilët kujtojnë se janë Ka me të dhe i tabu tjetër mirë njerëz. Do vish në studiot lajmeve tonë, në Gretën. I ftuam në studiot lajmeve. Do të vim me patjetër. Jo me Gretën Kuçi, me Gretën tonë që e plajmet. Po patjetër. Po pse jo? Shumë mirë. Me kështu. Ja dhe i tabu tjetër që do thehet. I veshur apo kështu? Jo, ti do jesh i veshur Greta si që ka formatin, me xhaketa. S'ka sa do një problem. Pse je gati me hek edhe dishim me dalë si Greta edhe ti? Për kundër se po atë pra thash, kjo është Kjo është çështje negociueshme. Nuk po ndem në ciklet. Atëherë, lexojmë pyetjet nga Facebooku ndërkohë, pyetjet që na kanë ardhur nga Facebooku. Aurora Jasini, a do të jetë koalicion tani që e di që nuk do të jetë listë? A do të jesh koalicion me këtë? Pa diskutim që ne do të jemi një koalicion që ta dikton kodi zgjedhor, por asnjëherë Partia Demokratike nuk shkon me sy mbyllur që A ti nuk e ke vendosur akoma koalicionin, a do jesh me PD-n me PS-n me Ilir Metën? Bile unë do të kem, unë gjithmonë kam pas një lloj tendence që të ketë një polçenës. Pra të jenë disa parti politike, disa parti politike, jo me LSI-n, për fatin e keq se refuzoi atë pjesë. Pra nëse këte polçenëret e krijon LSI-ja. Jo, nuk do të jem pjesë asaj. Unë dua që të ketë një organizim të disa partive të treta politike që janë opozitare. Me katërta, pastaj jo treta. Jo, sepse të parë 2 3 janë 13. Janë partitë e para ato dy partitë e vjetra. Po. Edhe është LSI-ja që është futur mes tyre që është bë palë me to. Pra i bjen një polikat, nëse LSI-ja del vete, i deli polikatër të partitë e vogla. Jo të poli, po them të pesha specifike e partive. Kjo ishte pjesa. Ka mundësi që të grumulloheni të poli, po është interesi, për faktin që ne jemi partitë barabarta po kështu me peshën tonë elektorale dhe kemi një konkurrim krejt normal të ndershëm mëna vetvetes tonë. Për shembull, ajo parti që me kandidatin e vet merr një vot më tepër se partitë e tjera përfasohet në parlament. Edhe rrunta në votat e tjera. Edhe kjo do të ketë një peshë elektorale që gjithsesi po kush do t'ju numëroj votat, te numërimi është puna. Kjo është një problem tash se imagjinoje. Këto dy parti për fatin e keq kanë 25 vite që i vjedhin votat. Kjo është një problem. Politikanë tonë vjedhin. Edhe politikanët edhe përfaqësuesit atyre partive politike, edhe ne jam afruar më tepër si në këtë aksionin opozitar, që ne jemi të vendosur që votat sa rrallet numërohen në formën elektronike. Nëse nuk ta bën Edi Rama, siç po thotë që s'do ta bëj, ç'do bëni? Edi Rama nuk ka shumë mundësi që më zgjidh Ismet, për faktin se ka lëvizje me 2-3 përcaktim, si dama, ke parasysh? Pse? Ç'a mund të ndodhi? Për faktin se ai vazhdon të mos ta bëjë. Në qeshor afati kushtetues i Ramës Maran. Po. Rama e ka marrë konsensusin nga Partia Demokratike për 8 vite për reformën zgjedhore. Pavarësisht se nuk ka kërku standarde, ka kërku pazare, po i ka thënë edhe pazaret. Pra, Edi Rama ka marrë pazaret. Edhe e ka përgjegjësinë politike, morale, që t'i afrojnë opozitës konsensus për reformën zgjedhore. Atëherë, në momentin që një lider politik nuk ka aftësinë për gjetur frymin e mirëkuptimit për konsensus me opozitën, në shkohet, Ismet. Cili është në shkimi? Edi Rama, deri në qeshor ka mandatin e tij kushtetues. Mos i shorit Edi Rama nuk është kryeministër me zgjedhje apo pa zgjedhje. Edhe zgjedhjet mund t'i organizojë një qeveri teknike, që nuk do të jetë Rama kryeministër. Pra nuk do pranoni me një zgjedhje. Nuk do të jetë Samir Tahiri ministri i mençëm që më organizohet ato grupet kriminale edhe ato. Kjo është vendim i marrur apo është një thashë them që qarkullon, si qarkullojnë shumë thashë them. Kjo është njëri prej variantave, i vetmi, që nëse Rama nuk e pranon me konsensus venimin për numërimin elektronik, nuk ka rrugë tjetër për ta fituar. Për ta fituar. Nuk ka kohë patjetër. Një qeveri teknike organizon zgjedhjet e pyesim Ramën sa kohë don, 5 muaj, 6 muaj, ajo qeveri teknike shkon në zgjedhje të tjera të organizuara nga një qeveri që ka kohë për t'i përgatitur për të mundësuar edhe votimin elektronik, për të pas njëherë... Pra dhe me thanë nuk do hynin zgjedhje kështu. Ismet nuk do të ketë zgjedhje pa votim elektronik. Kjo është e pa të tërsueshme për faktin që është vetë asgjësim i opozitës, por në një farë mënyrë është edhe një deviancë e votës qytetarëve. Pra, qytetarët votojnë ndryshe,
Ne kemi një qeveri që nëpërmjet kanalëve, nëpërmjet rrugëve të grupeve terroriste e deformon atë vullnet. Dhe kjo më shon që i dha prova që nuk është puna se ne po e paragjykojmë. Pati në Dibër, vjedhje që u vërtetuan edhe nëpërmjet medias, imagjinoje që pjesa tjetër që nuk mund të faktohet, u faktuan nëpërmjet medias. E vërtet. Patëm se vërtet, patëm në Korçë një të gjë, pra 3 herë që kjo mazhërancë, patëm ju dha mundësia që të organizojnë zgjedhje, në 3 këto i futi durt në përkutitë e votimit dhe të shtikar momenti që me prej dorën. s'ka rrugë tjetër. Atje, kalojmë të pyetja tjetër nga Facebooku. Kjo një PM, Ardit Drishti, pse e kaq filozofi shkëlqim? Është fans i joti. Tjetër. Ai ishte një PM, qofse sa është edhe një tjetër Ardit Drishti. Gena, cili ka qenë momenti më i sikletshëm që ke patur ndonjëherë kur ke folur në parlament? Me thënë drejtën, parlamenti t'jep emocione, sikleti më i madh ka qenë kur kam diskutuar për herë të parë në parlament, që është 97-98. Po. Ato vite. Ke pas që kap një emocion, pavarësisht se unë isha marrë me pjesën politike, parlamenti ja shkrejt diçka tjetër. Ishe deputet edhe këto që kanë eksperiencë, kur janë për herë të parë, që kanë pjesën politike, futën në parlament, djersitin, ju dridhen kam të kjo. E ki pas edhe ti këtë do? Jo deri në atë mas, por kishte një lloj stresi. Kur ke pas më shumë emocion? Kur ke fol për herë të parë në parlament, a kur i ke propozu gruas mu martu? Pjesën e parlamentit, se atë pjesën se maj mendoj ka kohë. Okej, mirë. Kur ke pas më shumë emocione, kur ke fol, me që s'man me ngrut, kur ke fol për herë të parë parlament, a kur i ke propozu dashnores fumit? Jo se nuk e moj me në atë pjesën, pyetjen e parë. E kalojmë tika e dyta. Kur ke pas parlament, a kur i ke propozu dashnores fumit? Nuk është pjesë konsensusit. S'është pjesë e konsensusit. Pa konsensus. Dakor. Shiko, a ke sekretare apo sekretare? S'kam fare. Si s'ke fare dikush timon shkresat? Si nuk të parlamenti i ka heq atë. Jo parlament, parti flasë. Atë parti dhe sekretare. Sekretare? Po. S'ke sekretare? Burr. Ha. Po apo ke frikë se dalin fjalë pa me pas burr sekretari? Është problem. Është problem se dalin më shumë fjalë, dalin pa me pas sekretari burr, se sa pa me pas. Problem se thonë çka ka ky? Çka ka ky? Pse ky e ka burr? Prikash ky pyesin origjinën. Okej, pyetje tjetër Facebookut. Andja Fatkoj, kush është politikani që keni më shumë për zemër dhe cilin nuk duroni dot? Pyetje interesante. Tash problemi është se të dyja është për zemër. Unë një shumë politikanë që u ban vite për zemër. Në aspektin e politikanët që ka sheja bornore, që është karaktere, që është i venosën, pa diskutim që i Mehmet Berisha. Pavarësisht kam pas edhe ditë shumë qia me të, për kështë do të thotë që unë nuk e lërsej për ato cilësi që a i ka. Po cili është politikani që nuk e duron dot? Politikani që nuk e duron dot. Në parlament ka shumë. Në një për atyne që nuk mund është me duru që ta bjenë majë. 10-15 dhe më thënë janë shumë të bezdishëm, janë servila, flasin jo ato që duan, po flasin ato që dënë kryetari. Kush janë? Flasin edhe e kanë menjen. Mi thuj ja 5, që mas të mirë si hatri vetëm njeni, thuj 5 për jërë. Është shumë e vështirë, më ke pasur që janë njëri e kështu me... Mos më thuj që e ke Erion Braçën atë listë. Janë Braçë, nuk ka si tjeti janë shkallun, për problemi është... Mos më thuj që në atë listë ke edhe tavullat ballën. Dy nxore. Si nxora unë? Mos më thuj që në atë listë ke Tazama dhe Flamuri. Noken. Kam pas ministra. E ke pas ministra që do të thotë? E ke në atë listë se ke në atë listë? Pse nuk mund të krahasohet me këto personazhe, se këto përpiqen që ta bëjnë ndryshe rolin, që dalin si thënë si Okej, a janë më shumë majta sa djathta? Si e cepën e penit me të bardhë. A janë më shumë majta sa djathta? Për hir të realitetit, jo se unë jam i djathtë,
po janë me shumicë majtas. Me shumicë majtas. Janë me shumicë majtas, sa mund vjen keq për shumë prej tyre, se e kanë pas një lloj personalitetin, një pjesë tyre ulin kokën edhe flasin hiç, ato senatorë të vjetër. Në një intervistë ke deklaru se femra më me integritet dhe më e aftë në anën e majt është Ermonela Felaj. Ku kam deklaruar? Shumë kanë thënë, po di jo. Thasha thëmës. Është thëmë, s'është e vërtetë. Se kam. Çe ka thashë thëmë? Kush është kjo? Hë? Është ministri. Ai parlamentit. Jo, se kam. Nuk e ke për aty. Kalojmë tek pyetje tjetër. E njeh po mi fal. E njeh kështu si ja keni një zonë. Alessia Grande, kur kërceve me Greta Koçin, a u bëre pishman që i martu? Edhe një gjë tjetër, ai kishte mush 16 vjet që Greta ajo. Greta i mushi 24-25, harrova tash. Se pati dy linje. Kjo është e sigurt në dalë. E pranoj. Kur kërceve Greta ai ishte bë pishman që i martu, a ke thënë pse sprita edhe pak? Ja, nuk e bëna pishman për faktin që jam shumë i kënaqur me bashkëshortën time, kam 4 fëmijë, kështu që nuk e menoj atë histori. Nardi ka drejt. Nuk e menoj atë histori. Ajo është pyetje, më falni zonjush Çajeni, është pyetje idiote. Jo. Pse ti? Jo, është pyetje idiote, po ta Ska shpjegoj. pyetje idiote. Ka pyetje idiote. Përgjigje idiote. Kjo është pyetje idiote sepse ai e bë pishmon. Pse të bëhet pishmon ky? Edhe gruan edhe Gretën. Po të mos ishte martuar, do kishte vetëm Gretën. Kështu ka edhe gruan edhe Gretën. Gretën e kisha me që... Si Gretën e kisha me që qa? Problemi... Se ti e tha, nuk e thashun. Nuk e thashun. Më si po lako, thashun, Greta është një vajzë dhe jashtëzakonshme vërtet. Është vërtet. Për hir realitetit, unë nuk e kam njoft Gretën shumë për para, e kam njoft më përcitës të ajo pjesë që ajo ishte në politikë. Unë njofta shumë në atë pjesën e vallëzimit, me të vërtet është një vajzë me shumë personalitet, pra si njeri, edhe unë jam ndjerë shumë mirë edhe në pjesën e vallëzimit me Gretën, edhe në raport me kolegët e tjerë. Cila ishte femra më seksi Greta ishte mbi të tjerat në aspektin profesional si kërcimtare, në aspektin si njeri, pra e vetme që nuk merrej me ato llafet që mund bërojnë gjithmonë. Kështu që unë kam krijuar një mirësi që besoj se na ka vlerë të darojë. Që ta mbyllim kapitullin për pjesën e Gretës. Femra më seksi të Dancing with... Që ishte ajo braziliane, ishte kështu natyrë e hapur, natyrë shumë gëzmare. Boshte jo kollaj. Kollaj jo nuk thoshte. Mund kishte edhe në rast. Mund kishte edhe thoshte jo. Okej. Kalojmë të pyetjet tjera të Facebookut. S'ka më pyetje tjera të Facebookut? Tjerat janë komente, nuk duam komente. Vazhdojmë. Atëherë, akoma s'ke vendosur koalicionin? Jo, koalicioni unë jam në harkun opozitar, pra jemi në një aksion që është shumë i rëndësishëm, që do të formalizohet edhe me një koalicion pa diskutim, për faktin që është shumë i rëndësishëm ky aksion politik, pra për te atyre interesave tona është madhore që të vendosim një standard për zgjedhjet. Sa pretendon Nart Ndoka se merr partia ti në 2017? Sa deputet? Dikush është problemi jonë. Problemi jonë se ne asnjëherë nuk e dim peshën tonë, se sa kemi peshën specifike në votë, se gjithmonë janë mbjell votat. Për shembull, unë kam marrë në 2009 30.000 vota. Sa? 30.000, që do të kisha 5 deputet në bazë në një përpjestimit në parlament, edhe kisha 0 deputet. Kodi zgjedhor. Po si në bazë përpjestimit parlament me 30.000 5 deputet i bjen me dalë me sa vota? Në atë kohë, në 2009, 6.000 vota ishte një mandat deputetit. Po pse sa vetë voton? Mos të hyjmë aritmetik, Ismet, mos të hyjmë aritmetik. Po. Në 6.000 vota pra, ke marrë 30.000 vota, një kohë që u vodhen se unë për herë të parë jam i vetmi politikan që mora dividite e KQZ-s, i futa në monitor ton të partia politike, edhe zbulova që vetëm mu në qarkun e Shkodrës më ishin vjellë 6.000 sa vota. Po mirë, i ankimove? Po, i ankimova, i dërgova në prokurori, u morë, a ditë kush ishte përgjigjja e prokurorisë? Që fletë e votimit të kalojnë shpejt, edhe nuk arrim që mi fikso me pa votë. A pse pauzë nuk i bëshin do të ta, Jo, kjo ishte përgjigja zyrtare.
Edhe kjo ishte Ku ketë përgjigje zyrtare? Po na gjejna sill ta bëjmë në se do të jetë gjatë bukur. Do të jetë gjatë shumë interesante. Pra prokuroria nuk e ndalonte atë pjesën e fletës votimit, nuk shfaqet thotë dukshëm edhe kalon shumë shpejt. Kalon shumë shpejt, nuk arrin mi bë pauzë. Një kohë që ne kishte na luaj, kishte bë pauzë, shikuar, printuar çdo gjë, kjo ishte përgjigje. Po nëse ne për herë të paktën i kapëm që thonë me peshë në dorë, me çdite si murëm të këqëzoja zyrtare, jo me filmime, telefona shumë të tarë. Hera parë që i keni kapë me peshë në dorë. Kur i keni kapë herët e tjera, ku i kishin peshë? Shumë e vështirë për me si i fshehën kjo pasur. Ku? Ku i fshehën? Edhe në rastin e sa i preshin nuk fshihet kollaj. A pesi si i fshehën aty. U futën në fogon, ndante para dhe u fut dikush me kamerë dhe me mikrofon. Po sa fogonat kanë qenë se nuk ka pas mundësi survejimit. Kështu që është shumë e vështirë për me kap skemen e hajdutave. Hajduti nuk ka vetëm shumë raste të rralla. Që as më tepër se këto janë hajdutet e votave të zgjedhjeve janë profesionista. E kanë kthyer në profesion tash. E kanë kthyer në profesion. Po diskutojmë. Do ta forconi kodin penal që dënojnë rënd ata që shesin dhe ata që e blejnë, ata që blejnë part dhe ata që e shesin dy. Është një prej masave, por ajo që është kryesorja, që është përcaktuar është votimi, si jep garancinë maksimale. Edhe kjo do të jetë penalizimi, por nuk kanë frikë shumë prej penalizimeve që kanë mërojë, se thonë, nëse unë vjedhje për këtë parti politike dhe kjo është në pushtet, nuk më dënoj. Çfarë mendimi ke për lëvizjen e sotme që ndodhi që kryeministri Hoxhi Manjanin dhe i kërkoi presidentit që të dekretohej në vend ti Petrit Vasili. U shkarku Manjani, e tham po e rithemi. Një kryeministër që nuk e ka autoritetin si i tillë, për faktin që është një mazharancë e çeruditën, ku ministrat e kabinetit ti dalin dhe flasin kundër qeverisë, kundër policisë, flasin në mënyrë institucionale, flasin kundër asaj pjese që bëjnë pjesë. Tash e kanë fajin ministrat apo e ka fajin qeverisja deri tash? A ka fajin ministri që flet kundër qeverisë? E ka fajin mazhoranca, e cila është e çeruditën, nuk ka programin e vet që mbështetet nga dy palë, por janë dy palë që sulmojnë dhe bëjnë pjesë njëra tjetrën për ta zhvendos fajin sa të njëra parti tek partia tjetër çfarë i ka bërë ato çesharak. Okej. A ka bën e gjatë mirë Rama të 3 vjet se këto janë nihilistat, gjithë mohojnë. Në gjatë mirë ka bërë Rama këto vite? Edhe pikturas nuk më kanë pëlqyer shumë. Ba. Edhe ti hin te kalibri atyre politikanëve që mohojnë gjithçka. A e din fortën? Ja, nuk e di të fortën, as buten se. Ai ka bën një pikturë mi një shkresë zyrtare që unë i kisha dërguar si ministër shëndetësisë kur ishte kryetar bashkie. Ashtu, ha? I dërgojë një shkresë për një lloj bashkëpunimit për ndërtimin e një poliklinike që ai kishte drejtën e lejes. Edhe që duket ashtu emocionuar që ishte hera parë që një ministër në atë kohë i drejtonte, se nuk e njihshin Ramën. Edhe i ka frymëzymi, edhe sipër kësaj ka bën një pikturë, edhe shiti në Gjermani. Edhe s'mbellon as i lek për shkresën. As i lek për shkresën, ti paktën ka dhënë faj përqindje të dashur ta dhënë për shkresën, a kosto. Normalisht. As kosto ajo. Se edhe shkaraviti shkresën edhe s'ndaj. Edhe nuk ka dhënë asnjë. Çfarë hajduti? Ne i vlera, çfarë hajdutit e nuk thuhet hajdut për kryeministin. E para, e dyta. Mora, ju bën përshtypjen që kryeministri s'ka përshëndet hala presidentin amerikan? S'mundet. Se ka hallin se e kujton se që ka thënë përpara. Edhe thot inshallah po harron a ke bërë se kur i bën telegram për me përshëndet thot kush është kjo ai si prandaj domethënë e lën se sigurisht po harrojnë a ke bërë. Ta harrojnë. Kjo është. Më apo ka edhe një problem se është ajo çështja që takoi Obama atëherë me këtë shoferin e taksisë. Pse e vërtet është me atë Bilalin e? Ka Bilalin. Ka problem me Bilalin. Po me Sorosin, ti ki pas ndonjëherë marrëdhënie? Se shumë po lakohet Sorosi. Për fatin e keq, nuk është ndonjë zot keqet, që mos s'kam pas. Nuk kishte qenë zot keqet, Sorosi leka ka po thoi si e ka dhënë 5,15 thonë. Thonë. Tash ti sa po të nis me rrugë. Me marr Kosovë. Nuk është se s'ka marrë, që po tash e pat shtu dozën që po thonë që Sorosi i ka futur hum gjithandaj te ana partit. Kishte i shpresë të madhe që te fitoria tjetër në Amerikë, këto u prishin të skema. Pra ju kthyn bumerang edhe Rams. Po ti ishe në Amerikë për këto zgjedhjet amerikane. A do kishe votu për Hillary? Jo, unë me thënë drejtën. Si është prej deklaratës Madons që tha kush voton Hillary? Jo, unë normalisht kisha votu për Trumpin,
jo sa është president tash, e para punë që Jo për Hillary, me gjithë deklaratën e famshme të Madonës. Unë jam profesor një alternativë djathtë dhe Partia Republikane është e djathtë në Amerikë, është e parë, pjesa parë. E dyta, unë kam pas edhe një shans, e kam taku Trumpin vetë personalisht. Ku, mon? Po kjo është lajm. Ku e ke? Po kjo e për të japim lajmin këtu në shkujnaku. Ku e ke taku Trumpin? Nuk i mora se kam një tjetër, kam i fal butona. Ha? Me Donald Trump? Po, me emrin e tij. Wow, ku e ke taku Trumpin? Trumpin e kam taku para 10 viteve. Si ishte politikan atje, ishte kështu, ishte businessman. Unë isha një takim kështu në Amerikë me sa missed me, që kisha lënë një takim me 2 senatar që shkoja në Washington, dhe ishte një grup që njëri prej tyre është kryetari i Partisë Demokratike në Amerikë, i diasporës, që ishte bashkë me organizimin e atij takimit, por kishte edhe një takim punet para edhe përpara se më shkon drejt Washington, do kishte një takim me Donald Trumpin të kulla atij e famshme. Edhe thanë, shkojmë bashkë, edhe po nisemi direkt për aty për më shku. Okej, thashëm po vjedhon. Edhe me thënë drejtën, kisha një gjuhë për aktivitetin e tij, kisha një lloj simpatie si businessman, ajo kulla madhe, edhe filmat e famshëm, nuk e di atë ka rastisme i parë. Me kartona. Jo, organizimin e Trumpi ka Pa i di ma. Është një personazh që rekrutimin si ajo operon me biznesin, si përzill burimin njerëzor, ne kisha pa një prej atyre filma dhe kisha kriju një lloj simpatie për organizimin e tij, për perëndin e rinj që kishte ngrit. Edhe thashën po, kam dëshirë që ta takoj qoftë edhe 2-3 minuta, s'ka ndonjë problem. Edhe shkova bashkë me to, këto kishin një tip marrëveshje pjesën e tyre të biznesit, edhe e prezantoni, thanë është deputet i Kovenit Shqipërisë, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare. Tha, knasi, me atë natyrën e tij, shpërshtyse. Edhe tha, ju kam takuar edhe herë tjera, tha, shkoj atje vetë, kështu pa protokolle, pa zyre, mori një pago me atë butonin e besoj se do të kushtojnë ato, kjo normal, Donald Trump, sot kanë vlerë edhe më shumë se presidenti i Amerikës. Unë të shes gjë se kemë Fal. Jo, me mishit, jo, të fala si pranoj. Shiko, ne i femën solli. Sa ka kanë marrë i femën ashtu mirë. Ishte takimi i shkurt. Nga që e kishte të shkurt. Nuk më tha që a don butonat apo këta. Nuk sa këta butonat. Vetëm menin për shërë gjeri, ti e kështu i pari. Po dhe ti për shërë ke shku, në Amerikë s'ke shku për hajrë. Edhe si përfunim, mi fjallë, ishte një kontakt me që në kryova, një loj respektit që thënë për atë personazh, për njërën numrat e telefonit nuk i nërrut. E ka ndruajnë. E ka ndruajnë numret, okej. Por, dhe me thane, pas ke pasur kontakt me Donald Trumpin. Po, për pare, nuk ishte fare në politikë. Pra tu ba qefi, ka thjesht, ka i takim. Normalisht kisha kriju një loj simpatijet për... Po Hillarin e ke taku në herë? Jo, nuk kam pas shansin që me taku. Kam taku Laura Bushin, kam pas një kontakt me ta kur ishte në vizit me Bushin si ministër shëndetësie, patëm një takim zyrtar. Qatë komet mend prej Laurës? Ishte shumë i rëndësishëm. Me thënë drejtën, janë takime impresionuese, ti i ka lënë me humor. Ti ki pas shumë emocione. Ti emocioni, normalisht që pas, ishte zoja e parë e presidentit më të madh të botës. Ishte një njeri shumë i thjeshtë. Jo vetëm presidenti, po ishte tan Amerikë. Ishte e parë. Po, e botës. Edhe, jo, ishte një njëri shumë e thjeshtë, më bani përshtypje, ke për pa jashtë atyre protokollet që shërën ajo pjesa e madhësisë që krijohet në mënyrë artificiale, ishte këtë tjetër, pra, krijon në njeriu një lloj respektit për atë performancë, për atë thjeshtësi që ajo u paraqit. Nëse do ishe kryeministër, ligji i parë që do bëje, cili do ishte? Mua në mënë 2 ligjet që bari kjo kryeministër, që kjo e filloj mirë. Ligjin e parë, tha, në lejmë plera në Shqipëri. Kujtohet. Po, më në e tha pa i bajë. Edhe i funi, pa i fusim edhe i herë, ke përse shu pënu. Edhe venimi i dytë, hoqë i fotografinë e presidentit. Shkojt e presidenti, i mori dekretin, i mori firmen që me fillu punën, pra, presidenti e emrej me fillu punën që kryeministër. Shkoj atje i hoqë i fotografinë. Ti që do kishe bë, veprimin e parë, po ti ishe kryeministër. Pra, unë do të kisha bë që njeriu nuk flet një moment kur nuk është, por kur kalon një fushat elektorale, që përballesh me ato shqetësime dhe nevoje që vendi ka, do të fillosh pikërisht me ato
që janë emergjente, me ato që ti i ke premtuar në fushat, me ato që janë interesat e Konkretisht çfarë do kishe bërë ligjin e parë? Po ta them pra, kur ndërton një fushat se në këto Do ishe marrë me fushatin. Po diskutim që po. Do kishe zgjidhni herë e problemin e zgjedhjeve në Shqipëri. Në kontaktet me njerëzit, njeriu orientohet tek ajo problematikë që është kryesore dhe e fillon aktivitetin duke filluar me ato venime. Kjo është shumë e rëndësishme. Sa biznesmen kemi pas kandidat këtë Nuk bësha ato gabime dhe defekte që bani kryeministri. Sa biznesmen do futish kandidat? Nuk është kjo prioritet, do të kem shumë pak. Për faktin që unë kam pjesën, pa diskutim se ato janë... Ku në qa qytetesh do i kesh? Janë pjesë e Dhe komunitetit të shfrytëzojmë edhe na për fushat, që me thanë. Në qarë qytetesh do i kesh këtë kandidat? Shoj, nuk i jap ta informacione. Nuk i japim ta informacione, zonja e zotri ishim për këto minutat këngshme me kryetarin e Partisë Demokristane, zotin Nart Doka, deputeti Kuvendit Shqipërisë, për 4-ën legjislaturë rresht, apo jo? Me shputje. Me shputje, a shputje e, ka pas sa punë private, sa punë personale. Falenderoj që ishe me ne. Falenderoj edhe unë për mundësinë, kënaqësi. Zoja zotri, falenderojmë sponsorin tonë Apcom që bën të mundur realizimin e këtij emisioni. Bashkë kthehemi pas 30 sekondash publicitet.